Bismillah kur futemi në banjo. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur të futemi në banjo, të themi bismillah, jo mrena, para se më u fut, të themi bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Me emrin e Allahut, o Allahu Zoti im, më ruaj prej të keqes dhe të këqijave. E keqja dhe të këqijave, thuhet në përkomente, janë drejtënit dhe shejtant që rrinë në përbanjo, se ka njerëz kanë keq sa të futen në banjo. Çfarë në fillon hap celularin e miku, edhe i merr punët me ratlik, 1 orë e gjysmë derisa të dalë jashtë. E ky shkreti nuk e kupton se është unet në vendin më të pist që vetëm gjin dhe shejtan dhe drejqin ka. Modernizëm e sapi. Sepse ka sensi dhe qëllimi dhe arsyeja dhe objektivi. Edhe çdo gjë është marrje informacioni, dhënie informacioni dhe harrim misioni. Misioni është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk e krijova xhinët dhe njerëzit për arsye tjetër vetëm se të më adhurojnë. E kemi harruar misionin, objektivin. Dhe merremi me fatalitete, merremi me fasad, merremi me gjëra të padobishme. Edhe themi o po si na iku jeta, o po si na iku ymri, po pratikën. Se ka harruar objektivin dhe misionin dhe arsyen se pse je në këtë botë. Dhe një nga gjëra që ty të zgjon për misionin dhe për arsyen është gjithmonë thush bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Edhe nëse je hutu, edhe nëse si në mendje, do të zgjoj bismillaja, do të kthjelloj bismillaja, do të sjellin vete bismillaja.